Ky është horoskopi për ditën e Hënë, 16 shkurt 2026. Faleminderit që na ndiqni. Tashi. E Hëna 16 shkurt nis për ty me energji të fortë dhe dëshirën për të marrë kontrollin e javës që në orët e para. Është një ditë shumë e mirë për të vendosur tonin financiar të gjithë javës. Mos e nis me shpenzime të nxituara ose vendime impulsive. Përkundrazi, ulu për disa minuta dhe shkruaj 3 prioritete konkrete. Çfarë duhet paguar, çfarë mund të shtyhet dhe ku mund të kursesh. Ky organizim i thjesht ju jep siguri dhe qartësi. Në çift, shmangni tonin urdhërues. Partneri ka nevojë për mbështetje, jo për presion. Një bisedë e qetë në mbrëmje për planet e javës do t'ju afrojë më tej. Beqarët mund të kenë një komunikim interesant në ambientin profesional. Shëndeti është i mirë, por mos e tepro me ritmin e shpejt. Ha rregullisht dhe mos e anashkalo pushimin. Energjia jote është e fortë, por ka nevojë për drejtim dhe kanalizimin në gjërat e duhura. Demi. Kjo e Hënë sjell stabilitet dhe një ndjenjë sigurie në çështjet financiare. Është moment i mirë për të bërë një plan konkret kursimi. Edhe një shumë e vogël e vendosur më njanë çdo javë do të jap shumë qetësi. Mund të marrësh një lajm pozitiv lidhur me një pagesë ose një çështje që ka qenë pezull. Në punë dita kalon e qetë dhe produktive. Nuk është koha për rrezik, por hapa të sigurt. Nëse ke një negociat, tregohu i duruar. Argumentet e tua janë shumë të forta. Në dashuri, çiftet gjejnë qetësi tek rutina. Një darkë e thjeshtë dhe një bisedë për plane të afatgjata do ta forcojë më tej lidhjen tuaj. Beqarët mund të njohin dikë serioz përmes rrethit të punës ose familjar. Shëndeti është i qëndrueshëm, por kujdes me ushqimin e rënd. Zgjidh vakte më të lehta dhe mos harro të lëvizësh pak më shumë. Binjakët. E Hëna nis me shumë mendime dhe ide. Financiarisht duhet të tregohesh i kujdesshëm me detajet. Kontrollo dokumentet, faturat apo kontratat. Një gabim i vogël i kapur sot do të kursejë shumë stres më vonë. Gjithashtu mund t'ju lind një ide e re që lidhet me komunikimin ose shitjet. Nëse jeni në punë, do t'jeni në elementin tuaj. Aftësia për të komunikuar qartë do të sjellë vlerësim. Nëse jeni në kërkim të një bashkëpunimi, bëjni telefonatat e nevojshme që sot. Në çift shmangni ironin dhe keqkuptimet. Flisni hapur për ndarjen e kohës gjatë javës dhe detyrave në shtëpi. Beqarët mund të kenë një flirt të këndshëm përmes rrjeteve sociale. Shëndeti kërkon më shumë pushime në dorë. Shkëputoni për pak orë nga ekrani dhe merrni frym thellë. Një shëtitje e shkurtër do të bëjë mrekulli për shëndetin tuaj. Gaforja. Kjo e Hënë sjell fokus në sigurinë financiare për gaforët. Mund të mendoni për familjen dhe stabilitetin afatgjat. Është një ditë shumë e mirë për të organizuar pagesat dhe për të shmangur shpenzimet emocionale. Një vendim i matur sot do t'ju jap qetësi në vijim. Në punë tregohuni të qëndrueshëm. Dikush mund të kërkojë ndihmën tuaj dhe kjo do të rrisë reputacionin tuaj. Nëse jeni duke menduar për një ndryshim, analizojni mirë të gjitha detajet përpara se të merrni një vendim. Në dashuri, çiftet duhet të flasin për nevojat e tyre emocionale. Beqarët nga ana tjetër mund të njohin dikë në një ambient të ngrohtë dhe familjar. Shëndeti lidhet ngushtë me gjendjen tuaj shpirtërore. Mos e mbani stresin të gjithin brenda dhe vetëm për vete. Ndajeni atë me njerëzit që ju duan dhe ju rrinë pranë. Një bisedë e sinqertë do t'ju lehtësojë. Përpiquni të shmangni kritikat e tepërta, sidomos ndaj partnerit apo partneres suaj. Luani. E Hëna nis me energji pozitive dhe mundësi konkrete në planin profesional. Financiarisht mund të marrësh një lajm të mirë ose një premtim që të jep siguri. Është ditë e mirë për të paraqitur idetë tua dhe për të kërkuar atë që meriton. Nëse jeni në punë, do t'jeni në qendër të vëmendjes sot, por për arsye pozitive. Tregoni vetbesim, por jo arrogancë. Nëse kërkoni rritje apo bonus, niseni këtë bisedë me qetësi. Në çift, një gjest i vogël do të ketë ndikim shumë të madh. Dhuratat e menduara mirë dhe ato emocionale bëjnë vërtet diferencën. Nga ana tjetër, beqarët rrezatojnë dhe mund të tërheqin vëmendje edhe në ambientin profesional.
Shëndeti është i mirë, por mos neglizhoni pushimin. Një mbrëmje e qetë ju ndihmon të ruani energjinë tuaj. Ushqimi i rregullt dhe pak aktivitet fizik është gjithçka që ju duhet. Vyqyresha. E hëna për ty nis me një ndjenjë përgjegjësie të fortë dhe dëshirën për të vendosur rregull në çdo detaj. Ti je shenja që di të organizoj, të planifikoj dhe të shoh aty ku të tjerët nuk shohin. Kjo ditë të jep mundësinë të ristrukturosh diçka në punë që ke kohë që nuk e sheh të funksionojë siç duhet. Kjo nuk është barr, por një shans për të treguar aftësitë tua. Në planin profesional mund të ndihesh pak e ngarkuar në orët e para të ditës, por do të kuptosh që gjithçka është e menaxhueshme. Financiarisht dita është e qëndrueshme, nuk është momenti për rreziqe të mëdha, por zgjidhje të mençura. Rishikojini shpenzimet dhe do të keni qetësi. Në dashuri, nëse je në çift, komunikimi i qetë dhe praktik do të zgjidhë çdo keqkuptim. Mos u mbyll në heshtje, por shprehë qartë atë që ndjen, pa tentuar të kritikosh partnerin ose partneren. Për beqarët dikush mund t'ju afrohet me energji të sinqertë, por ju duhet kohë të kuptoni qëllimet e vërteta. Peshorja. Dita të fton të kërkosh ekuilibër, jo vetëm mes punës dhe jetës personale, por edhe mes mendimeve dhe emocioneve të tua. Ti je natyrshëm diplomat dhe i butë, por sot duhet të jeni pak më të vendosur në qëndrimet që mbani. Në punë mund të lindë një situatë që kërkon ndërmjetësim ose një vendim të drejtë. Të gjithë do të presin nga ti qetësi dhe maturi. Mos u trem nga përgjegjësia, kjo është pikërisht forca jote. Nëse je duke menduar për një ndryshim profesional, është ditë e mirë të bësh një analizë të thellë dhe të peshosh avantazhet dhe disavantazhet. Financat janë në një fazë të qëndrueshme. Në dashuri, çiftet do të përfitojnë nga një bisedë e hapur për planet e tyre për të ardhmen. Është momenti të diskutoni me qetësi. Beqarët mund të ndihen të tërhequr nga dikush që ju ofron stabilitet. Këshilla e ditës për peshorët është të mos e sakrifikoni qetësinë tuaj për t'i kënaqur të gjithë. Ekuilibri fillon nga ju. Akrepi. Energjia jote sot është e thellë dhe e përqendruar. Ti nuk bën asgjë sipërfaqësisht dhe kjo e hën të jep mundësinë të hysh në thelbin e një çështje që prej kohësh të shqetëson. Në punë mund të zbulosh diçka të rëndësishme ose të kuptosh më lart qëllimet e dikujt. Mos vepro impulsivisht, por përdor intuitën dhe strategjinë tënde. Është ditë e mirë të planifikoni lëvizje afatgjata, sidomos nëse po mendon për një ngritje ose projekt të ri. Financiarisht një mundësi e re do të shfaqet, por kërkon analizë të detajuar. Në dashuri, nëse je në çift, pasioni rritet dhe gjithashtu dhe nevoja për sinqeritet të plotë për çdo gjë. Mos lër gjëra të pathëna. Beqarët nga ana tjetër mund të përjetojnë një tërheqje të fortë dhe magnetike, por duhet të hedhin hapa të ngadalë dhe të sigurt. Këshilla e ditës për akrepin është të kontrollojë reagimet, jo ndjenjat. Forca juaj është tek vetë kontrolli emocional. Shigjetari. Ti e nis ditën me optimizëm dhe dëshirë për lëvizje. Nuk të pëlqen rutina, por sot do të kuptosh që edhe struktura ka rëndësinë e saj. Në punë është moment shumë i mirë për të nisur një projekt të ri ose për të mbyllur një çështje që është pezull prej disa kohësh. Mos u shpërqendro nga detajet e vogla, fokusoj energjitë në qëllimin final. Nëse je duke menduar për një kurs apo trajnim, sot është dita e duhur për të marrë më shumë informacion dhe për ta nisur. Financiarisht duhet pak më shumë maturi. Mos e teproni me shpenzimet spontane ose shpenzimet të shtyra nga ambienti rreth jush. Në dashuri, çiftet kanë nevojë për pak aventurë dhe spontanitet sot. Beqarët nga ana tjetër mund të njohin dikën në mënyrë të papritur. Këshilla e ditës për shigjetarin është se optimizmi juaj është dhuratë, por duhet kombinuar me më shumë disiplinë. Briciapi. Kjo ditë për ty nis me një ndjenjë serioziteti dhe përgjegjësie që të vjen natyrshëm. Ti nuk je shenjë që e merr jetën lehtë, por pikërisht kjo të bën një shenjë të fortë. E hëna të vendos përballë disa detyrave që kërkojnë përqendrim dhe disiplinë. Kjo nuk është barr, por terreni ku ju shkëlqeni. Në punë mund të ndihesh se të gjithë presin nga ti zgjidhje, strukturë dhe drejtim, dhe ti je pikërisht personi i duhur për këtë rol. Financiarisht je në një fazë ku stabiliteti është prioritet. Mund të mendosh për kursime, për investime të sigurta apo riorganizim të buxhetit. Kujdes me shpenzimet që lidhen me prestigjin.
Nuk ke nevojë të provosh asgjë para askujt. Në dashuri, nëse jeni në një lidhje, partneri mund të kërkojë më shumë ngrohtësi emocionale, ti e shpreh dashurinë përmes veprimeve dhe përgjegjësisë, por ndonjëherë mjaftojnë edhe fjalët e buta romantike. Nëse je beqar, mund të tërhiqesh nga një person i qetë që të ofron siguri. Ujori. Energjia e kësaj dite për ty është e gjallë, mendore dhe kreative. Ti je gjithmonë një hap përpara në mendime dhe ide, por sot do të kesh mundësinë ti konkretizosh këto mendime. Në punë do të lind një situatë që kërkon një zgjedhje jo tradicionale. Mos u përpiq të përshtatesh me mendimin e shumicës, nëse ndjen që intuita jote të çon diku tjetër. Profesionalisht është momenti i duhur për bashkëpunime. Dikush mund ta vlerësojë qasjen tënde ndryshe dhe kjo mund të hap një derë të re. Financiarisht, dita kërkon vëmendje. Mund të të vijë një ide për të fituar para përmes diçkaje teknologjike ose kreative. Mos e nënvlerëso, por mos investo pa bërë analizat e duhura. Në dashuri, nëse jeni në çift, është e rëndësishme të mos ftoheni emocionalisht për shkak të angazhimeve të shumta. Partneri ka nevojë të ndjejë praninë tuaj, jo vetëm fizike. Për beqarët, një njohje mund të vijë përmes internetit, një miku apo një aktiviteti social. Peshqit. Ti hyn në këtë ditë me një ndjeshmëri të thellë dhe intuit që rrallë të gabon. Atmosfera rreth teje ndikon shumë tek ti, ndaj është e rëndësishme të zgjedhësh me kujdes energjitë që lejon pranë vetes. Në punë mund të ndihesh pak mbi ngarkuar emocionalisht, por kjo nuk do të thotë që jeni të dobët. Përkundrazi, ju jeni shumë të lidhur me atë që bëni. Profesionalisht është ditë e mirë për projekte që kërkojnë kreativitet dhe komunikim të kujdesshëm. Nëse punon në fusha sociale, edukative ose artistike, mund të marrësh një vlerësim të rëndësishëm. Mos e nënvlerëso rolin tënd, pasi shpesh bën diferencën pa e kuptuar. Financiarisht duhet bëni kujdes me vendimet që lindin nga emocionet. Nëse jeni të lodhur, mos e shpërbleni veten me shpenzime të panevojshme, por gjeni mënyra të tjera për t'u qetësuar. Në dashuri, nëse jeni në një lidhje, është momenti i bukur për të forcuar më tej këtë lidhje emocionale. Një bisedë e thellë do të sjellë më shumë afërsi se çdo gjest apo dhuratë materiale. Për të ndjekur horoskopin e ditës së sotme, shikoni video tona të rubrikës Horoskopi Ditor. Faleminderit që na ndiqni. Bëni like, share dhe subscribe.